Këtë shtunë në mjediset e Universitetit Luiq Gurakuqi të Shkodrës nisi punimet e saj Asamblea Përgjithshme e IPA Skodrini Region, e cila kishte në fokus zgjedhjen e kryetarit të ri rajonal si dhe vlerësimin e kontributit të anëtarëve ndër vite. Presidenti i IPA Albania Skënder Doda theksoi rolin e rëndësishëm të Shkodrës në aktivitetet e organizatës, duke cilësuar atë si motorin kryesor të IPA Albania, fal angazhimit dhe pjesëmarrjes aktive në nisma profesionale dhe sociale. IPA Skodrini Region është zemra dhe motori i IPA-s Shqipërisë. Janë disa aktivitete që ne kemi zhvilluar në qytetin e Shkodrës dhe mbeten kulminante kongresi i IPA-s këtu në Shkodër dhe sidomos kampionati botëror i futbollit, i cili dhe Shqipëria doli kampion. Në këtë aktivitet ishte i pranishëm edhe zëvendës kryetari i Bashkisë Shkodër Alban Preka, i cili vlerësoi punën dhe kontributin e IPA Albania, duke nënvizuar rëndësinë e bashkëpunimit me institucioneve vendore dhe organizatave që promovojnë solidaritetin, profesionalizmin dhe shërbimin ndaj komunitetit. Dua gjithashtu të falenderoj për kontributin që kjo organizat ka dhënë edhe në formimin e policisë bashkiake, një vlerë sot e shtuar për qytetin e Shkodrës, një polici dinjitoze që po jep dita ditës një shërbim më cilësor në shërbim qytetarëve. Në këtë takim u shpërndan edhe certifikata mirënjohje për anëtarët dhe kontribuesit, si vlerësim për angazhimin dhe rolin e tyre në forcimin e aktivitetit të IPA Skodrini Region.